Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Shqipërisë ka reaguar me tone të forta ndaj deklaratave të kryeministrit Edi Rama lidhur me kërkesën e tyre në gjykatën kushtetuese për rritjen e pagave. Në një deklaratë për mediat, gjyqtarët e kanë cilësuar reagimin e Ramës si përbaltje publike, mediatike dhe tërësisht histerike, duke theksuar se procesi për cilin bëhet fjalë është ende në shqyrtim në gjykatën kushtetuese dhe duhet të trajtohet aty, jo në publik. Në reagimin e tyre, gjyqtarët nënvizojnë se nisma nuk ka si qëllim rritjen e pagave siç është paraqitur publikisht, por mbrojtjen e parimeve të shtetit të së drejtës dhe të pavarësisë së pushtetit gjyqësor. Në vijim të deklaratës, gjyqtarët shprehen se qëndrimi i tyre nuk duhet parë si destabilizues apo me ndikim negativ për vendin. Kryeministri Rama reagoi një ditë më parë nëpërmjet një video mesazhi ku akuzoi shoqatën e gjyqtarëve se po kërkon tinës rritjen e pagave të tyre, gjë që sipas tij do t'i kushtonte buxhetit të shtetit rreth 37 milionë euro nga taksat e qytetarëve shqiptar. Shoqata e prokurorëve ka reaguar menjëherë pas deklaratave të kryeministrit Rama në një komunikim live mëngjesin e sotëm. Sipas shoqatës së prokurorëve, presioni që po bën kryeministri Edi Rama nuk i shërben forcimit të shtetit të së drejtës. Më tej në deklaratë thuhet se kjo është një fushat spekulative dhe populiste që synon linçimin e gjyqtarëve dhe ushtrimin e presionit mbi gjykatën kushtetuese. Ministria e Punëve të Brendshme ka shkarkuar nga detyra drejtoreshën e Identitek Freskida Alilaj. Motivet e qarta të shkarkimit nga detyra ende nuk dihen. Kujtojmë se Freskida Alilaj ka mbajtur postin e drejtoreshës së Identitek që prej muajit nëntor 2024. Më parë këtë post e ka mbajtur Lojina Prifti. Sot pritet të bëhet emërimi i drejtuesit të ri. Rikujtojmë se disa muaj më parë pamfleti ka denoncuar shkarkimet nga detyrat të punonjësve të Identitek që nuk firmosnin kontratat e urdhëruara nga drejtoresha Freskida Alilaj. Pamfleti ka mësuar pak kohë më parë se prej disa muajsh kanë plasur debate dhe përplasjet brenda shoqërisë dhe shkak është bërë një tender i cili duket shumë i dyshimt. Një raport fshikullues është miratuar në Bruksel për Shqipërinë, i cili rrezikon të bllokojë ose pezullojë ecurinë e mëtejshme të vendit drejt Bashkimit Evropian. I hartuar nga një grup ekspertësh të Komisionit Evropian, inspektimi ka marrë shkas nga investigimi i një pjese të administratës shqiptare. Ky lloj intervistimi është standard për aspekte studimi dhe kuptimi të gjendjes në marrëdhëniet e punës dhe nuk aplikohet gjithmonë, por vetëm në raste specifike për vendet që kërkojnë antarësimin në BE. Raporti, i cili mësohet se është më tepër një dokument informal se sa pjesë e akuis komuniter, ka nxjerrë në dritë dhe natronditëse, punonjës të ministrive dhe institucioneve qendrore, ka rrëfyer para intervistuesve se ndihen të terrorizuar nga shefat e tyre. Shembulli i rënd në këtë raport përmendet Mirela Kumbaro, ministre e arsimit, e cila sipas dëshmive ka terrorizuar administratën kur kërkon realizimin e një detyre. Ajo thuhet se urdhëron: "Mos flisni, duhet ishte bërë pa argumentim dhe pa proces trajtimi." Nga Ministria e Arsimit kanë shkuar ankesa edhe te kryeministri Edi Rama nga nënpunës të terrorizuar, por sipas raportit ai ka përcjell ankesat ministres përkatëse, e cila më pas ka ushtruar presion edhe më të madh ndaj autorëve të tyre. Sipas raportit, ministrit në Shqipëri funksionojnë në gjendje të përhershme emergjence, e cila ka terrorizuar administratën publike. Jeffrey Epstein përfaqëson një nga rastet më tronditëse dhe njëkohësisht më të qarta të ndërthurjes mes paras, pushtetit dhe imunitetit politik në botën perëndimore të dekadave të fundit. Një figurë që nuk u bë e rrezikshme për shkak të pasurisë së tij të deklaruar, por për shkak të asaj që ai dinte, asaj që zotëronte në formë kompromisesh dhe rrjete e ndikimi dhe mënyrës se si arriti të pozicionojë në nyjet më të ndjeshme të elitës globale. Epstein nuk kishte një profil klasik të financierit të suksesshëm, pa diplomë universitare të qartë, pa kompani publike, pa fonde investimit të audituara, pa një histori të dokumentuar suksesi në tregjet financiare. E megjithatë, ai jetonte si miliarder me rezidenca në New York, Florida, Paris dhe një ishull privat në Karaibe, duke frekuentuar ish president, miliarder, akademik elitar dhe figura me peshë strategjike. Presidenti i SBA-s Donald Trump sulmoi gazetaren e CNN Kaitlan Collins pas pyetjes së saj lidhur me çështjen e Jeffrey Epstein. Debati filloi kur gazetaria po përpiqej të paraqiste zbulimet e fundit si dënuese vetëm për demokratët, ndërsa dokumentet e publikuara tregojnë se Epstein ka lidhje të ngushta me dy aleatët e tij, Elon Musk dhe sekretarin e tregtisë Howard Lutnick. Presidenti tentoi të mbyllte dialogun duke thënë: "Mendoj se është vërtet koha që vendi të vazhdojë me diçka tjetër. Tani që asgjë nuk ka dalë nga unë." Por Collins insistoi të pyeste për të mbijetuarit e abuzimeve të Epstein. Atëherë Trump ju drejtua gazetares me një ton të ashpër. "Çfarë thatë? E dini, ju jeni gazetarja më e keqe. Nuk të kam parë kurrë të buzëqeshësh. Ju njoh prej 10 vjetësh dhe nuk ju kam parë kurrë një buzëqeshje në fytyrë. E dini pse nuk po buzëqeshni? Sepse e dini që nuk po thoni të vërtetën dhe jeni një organizatë shumë e pandershme. Duhet të turpëroheni nga vetja", tha Trump.
një provë për të vlerësuar reagimin amerikan, ose një provokim, apo edhe një mënyrë që Teherani të përsërisë gatishmërinë e tij për sfidën, njësoj si amerikanët, të cilët dërguan armadën e tyre dhe jo çuditërisht qelluan. Mund të ketë pasur diçka që fshihet pas rrëzimit të dronit iranian nga një avion luftarak amerikan rreth 500 milje në jug të Bregdetit për SBA-n. Shahid 139, i cili u afrua aeroplan mbajtëses Lincoln, mund të kishte përbërë një kërcënim. Kështu materializua një situatë e frikshme dhe e parashikuar. Lojrat e rrezikshme kanë ndikuar edhe në trafikun detar. Disa orë para se të rrezojë Shahid, u raportua një përpjekje për të hipur në një cisternë nafte nga ushtarët, por manovra u pengua nga kapiteni, i cili vazhdoi rrugën e tij dhe më pas u shoqërua nga marina amerikane, e cila ndërhyri për të ofruar ndihmë. Maria Poradeci, vajza e poetit të shquar Lazgush Poradeci, ka treguar indinjatën e saj lidhur me vendosjen e një pllake përkujtimore në Vjernë. Në vendin ku poeti ka jetuar për 10 vjet, sipas saj Bashkia e Pogradecit nuk e ka përfaqësuar si duhet trashëgiminë e babait të saj, dhe ajo nuk ka marrë asnjë ftesë zyrtare për ngjarjen, pavarësisht se informacioni për vendosjen e pllakës i ishte dhënë asaj nga ambasadori shqiptar në Austri. Më merr nën kryetaria dhe më thot blie biletën se ta paguan kryetari. I thash me këpo flet, keni për detyrë të mos sillni ftesë. Nuk kam dalë për të kërkuar lëmosh. Nëse ka organizuar ambasada, le të më sjell ftesë, shprehet Maria. Ajo shton se përveç mungesës së ftesës, e ka indinjuar mungesa e respektit të Bashkisë së Pogradecit dhe figurës së babait të saj. Kan 35 vite që sillen në mënyrë mizore me baban tin. Pallati të Kulturës ju vë emri Lazgush Poradeci, por më vonë e zhdukën, i morën niptin dhe vulën. Shtëpia e babait tim nuk u bë muze, por u kthye në hajdutllëk. Vetëm fjalë, gënjeshtra dhe tallje, tha Maria.